Ata e quanin stuhia e dekadës. Ajo filloi si një erë tropikale, pastaj u shndërruar në një stuhi të vërtet. Dhe kur arrinte në qytetin Flusk, ajo ishte shndërruar në një uragan të vërtet. Të gjithë ishin lajmëruar të qëndronin brenda, por pikërisht në këtë kohë ishte gati për të nisur një stuhi tjetër. Mund të flasim për ndonjë gjë tjetër përveç Kubiksit? Po, kjo është shumë e bukur. Është një reklamë e re. Shikoje. Tani mund të rini gjithnjë pranë atyre që doni. Nëse shtypni një buton, do lidheni menjëherë me robotin tuaj. Edhe nëse ai... Dgjoj, më duket se nuk po e kupton. Gjithmonë flasin për robotët. Robot këtej, robot andej. Më ka ardhur majtë humës. Por babi, po sigur të ketë ndonjë urgjencë? Ju raporton direkt nga qendra e qytetit ku stuhia ka nisur me të vërtetë. Ndodhem jashtë shkollës fillore Nevi. Zyrtarët menduan se kjo shkollë ishte evakuar disa orë më parë, por prindrit raportojnë për nxënës të humbur dhe me sa duket ata kanë ngecur në çatinë e shkollës dhe nuk spresin dot nga stuhia. Robotët e shpëtimit po shkojnë që t'i shpëtojnë. Shqiponja 1, po i afrohemi fëmijëve. Baza flet me Shqiponja 1. Filloni operacionin e shpëtimit. E kuptova baza. Shqiponja 1, po i afrohet vendosi. Baza flet me Shqiponja 1. Era ka arritur një shpejtësi të rrezikshme. Fëmijë, erdhi koha të largohemi që këtu. Aktivizoni stabilizatorin. Stabilizatori në funksion. Shqiponja 1 për bazën. Fëmijët janë të sigurt. Baza, ne po nisemi. Kuptuam Shqiponja 1. Ju mi presim. Ja dolën ban, fëmijët janë të sigurt. Dhe diçka tjetër. Mendoja se ishe i rritur për ngjyrat, por më pas ke vizatuar pijamat. Çfarë po thua baba? Nuk i kam vizatuar unë. Dhe e di shumë mirë që nuk i ka bërë as Kubiksi. Ka ardhur koha që të rritesh. Do fillosh të kalosh më pak kohë me robotët. Më pak kohë? Atëherë unë do të transferohem. Përse të jetoj në qytetin Flusk pastaj? Mund të kthehem në shtëpinë tonë të vjetër në Priorville. Eja Kubiks! Në të ardhme shumë të afërme, do të lindi një epokë re. Robota për të gjithë. Robotët do jenë shokët tam, të gjithë në fund t'ja dalin ban. Robota për të gjithë. Shumë fuqi speciale kanë ata. Qindra modele do t'i qesh, me njësi emocionesh do t'i kesh. Të mira me të keqen për plasën në luft. Në të ditë, e t'i ke një robot që i cili s'ka fi. Kubik, pa kufi janë fuqita. Kubik, nëse lash ne jemi atë. Kubik, nëse qinë të mirë të kenë fri. Robota për të gjithë. Kubik. Është njësoj si që kam qenë unë në moshën e ti. Është aq kokfort sa një dem. Ndërpresim këtë program për të transmetuar parashikimin e motit. Stuhia tropikale Din është ndëruar në një uragan. Era po fryn me shpejtësi 100 km/h. Këshillohet që banorët të qëndrojnë brenda. Për informacionet më të fundit, Po sikur të ketë shkuar vërtet në Priorville. Në rregull, fillojmë. Haha, gati jam dhe unë. Po, koordinimi ynë është më i saktë. 4 e rresht. Skuadra e kampionëve. Mirë, fillojmë përsëri. Po, 2 fishës asgjë. Nuk e di nëse dua të mund përsëri. Nuk e di nëse kam zemër. Mirë pra, mos u mburr dhe nise përsëri Po, lojën. ta tregojmë ne këtë herë ty, apo jo Abi? Po, dëndën. Ha? Babi? Çfarë po bën ai? Kush e di ku po shkon? Connor, nuk duhet ta ngas makinën. Jashtë ka shumë rrezik. Mos u shqetëso, ai do të jetë mirë. I mat kujdeset për veten. Shpresoj të kesh të drejtë. Një makinë? Në këtë kohë? Ej, a e ke parë Connorin? Sot jo, por ç'po ndodh? Jo, asgjë. Patëm një konflikt të vogël. Prit një sekond. Ai iku dhe ti nuk po i gjen dot? Po, nuk po i gjej dot. Oh.
por kjo stuhi po përkeqësohet dhe do bëhet më keq. Po vi dhe unë aty. Jo, po, nuk është e nevojshme. Ai nuk duhet të kishte dalë këtë natë. Po i telefonoj Çipit dhe Mongut nëse kanë marrë vesh ndonjë gjë nga ai. Ç'kemi Mong? Ç'kemi Çip? Rregulloj atë rrjedhjen. Hej, Connor! Çfarë po bën në shtëpinë e Abit? Po, Hela më telefonoi dhe mu duk shumë e shqetësuar për ty. Ajo ka dalë me baban tënd. I madh me Helen? S'më duket se ka ndonjë gjë për të qeshur. Ndoshta jam bërë një. Është pak për të qeshur. Po, kjo duket më e rrezikshme se sa vetë stuhia. Connor, duhet të telefonosh Helen në celular. Merre. Ata janë të shqetësuar për ty. Në rregull. Po për ç'arsye u grinde me Connorin? Ne po ziheshim për robotët. Robot dhe vetëm robot. Robotët janë humbje kohe. Ai duhet i thrasi mendjes. Ky duhet jetë Connori. Jo. Rjeti është i zënë. Ju lutem provojeni më vonë. Nuk po punon. Nuk ka fare sinjal. Prita provoj unë. Ke të drejtë. Shërbimi telefonik nuk është operativ. Koha e dur për riparim është 47 minuta. Faleminderit Shprehix. Tani çfarë do të bëjmë? Robotët. Nuk e kanë fajin robotët, ja. Është stuhi e fortë sot. Kështu thua ti, por nëse Connori do të ketë shkuar në Priorville, mund të ketë shkuar vetëm në një mënyrë, dhe kjo është Kubiksi. Priorville? Para se të shpërnguleshim këtu, ne jetonim në Priorville. A thua ta ketë bërë vërtet këtu? Ke qenë ndonjëherë në Priorville? Jo. Po shkojmë tani pra. Jo, faleminderit. Po shkoj në shtëpi dhe po pres babin. Je gati, Kubix? Gati! Le të shkojmë. Sa shipo bie tani. Ki kujdes. Kjo rrugë është e rrezikshme. Po, shikoj. Unë dhe Kubiksi u bëm qull kur u larguam nga shtëpia e Abit. Baba im thot që të mos ftohesh, duhet të thahesh me njëherë, dhe Kubiksi e dinte këtë. Mendova se po ta pastroja, i ma do t'ishte më pak i zemëruar kur të vinte në shtëpi. Unë shpresoja që ai të vinte shpejt. Kthesa tjetër është ajo për në Priorville. Më besohet që Connori ka shkuar kaq larg në një natë të tillë, të jetë i sigurt se do ta dënoj për këtë gjë. Qetësohu pra. Ti duhet të flasësh me të. Duhet të dëgjosh versionin e tij. Dua të them. Kujdes! Kujdes! Bahu! Kubiksi i bëm të gjitha, madje lame dhe pijamat e pikturuara të babait, por ai ende nuk është kthyer në shtëpi. Po filloj të shqetësohem për babin, Kubiks. Të shohim njëherë çfarë ka në televizor. Ky është një transmetim special nga kanali 6492. Në autostradën qyteti Flusk Priorville ka pasur një përplasje të rëndë. Policia dhe robotët zjarfikës ndodhen në vend ngjarje.
por era e fortë dhe shiu i rrëmbyeshëm i vështirëson operacionet e shpëtimit. Nga vendodhja e aksidentit për kanalin 64. Ajo më duket si makina jon. Le të shohim, por çështëria është e barabartë me Më trombe. Ç'po bën kështu që më përgjon? Shikoj jashtë, ka diçka që nuk shkon. Dera e garazhit të Connorit është e hapur. Çfarë po bën ai? Hey, ç'të hipi ty në mendje? Ku po shkon? Ka ndodhur një aksident dhe aty është dhe Imat. Oh, jo. A je mirë? Po, mendoj se po. Sikur të mundja ta ktheja këtë makinën në anën e kundërt. Të paktën makina nuk po rëshket më. Vërtet? Po. Ej, ndoshta mund të kërkojmë pak ndihmë? As mos e çon në mendje të kapësh atë telefon. Lëre fare. Po çfarë do të bëjmë? Nuk e di. Sjellni më të vëroj. Të vini ku shpejt këtu. Jam këtu. Leni gati, 1, 2, 3. Shumë mirë, si vazhdoni. Mos blokoni rrugën. Ne vini shpejt. Hajde, bravo. Më dërgoni më shumë për forcime. Shiko për një makinë të verdh, Kubix. Makinë e verdh. Mirë, po fillojmë. Mbaje aty, mbaje mos e luaj. Nuk është ajo. Kubix, ti do të shkosh ta ndihmosh atë. Ta ndihmoj atë. Kërkoj ndihmë, ju lutem. Faleminderit shumë. Jo bëj qefi që je mirë. Në rregull, po tregu patentën dhe ne në qarkullimit. Më duk sikur e pash. Hey, Connor! Connor! Sa mirë që qëngeri këtu djema. Çfarë po ndodh? Shnolli, e gjete babain? Jo, ende jo. Ka ndonjë shenjë nga Hela? Jo, çfarë duhet të bëjmë? Kërkoni për një makinë të verdhë. Unë po shoh nga ajri. Çfarë? Ja ku është? Babi po vi. Më ndihmoni, unë kam ngecur në makinë. Kubix! Kemi nevojë për ndihmën tënde këtu. Po çfarë është kjo? Aty brenda ka ngecur një Artistix. Maximix, ndihmoj. Kubix, shkojmë televizi makinën. 1, 2, 3, 4. Mbahuni! Ndihmoni, s'po dal dot. Unë po vazhdoj të kërkoj Timat. Ki kujdes! O, Zot, po ku ndodhen ata? Nuk e di, ne nuk bijem dakord për asnjë gjë, duke filluar me robotët. Robotët. Po mirë, më thuaj ç'të keq e kanë. Lista është shumë e gjatë. Dakord, kanë gjithë kohën që do. Më shumë inatin e ka me Kubixin. Connor i mendon se ai është bërë pjesë e familjes tashmë. Po pse nuk mund të bëhet pjesë e familjes një robot? Robotët kanë ndjenja tani. Në rregull, qetësou. Ti qetësou. Një domestik s'ka ngelur ka jo makina. Të provojmë ta nxjerrim jashtë, Kubix. Nuk hapet. Kubix, kujdes! Wow, të lumt Kubix. Forca! Ta nxjerrim qaty. Ti duhet të marrësh 1-2 ditë pushim. Alarm audio. Një djalë ka nevojë për ndihmë. Është një djalë atje brenda. Forca! Shkojmë! Do të nxjerrim. Mos u shqetëso. Gjithçka do të rregullohet. Të premtoj. Shtyri të gjithë bashk. Forca! Porrjer karburant. Digjet shumë shpejt. Çfarë? Projekcioni i shpërthimit 424 ton tritol. Duhet ta nxjerrim që ande. Heja Connor! Po vi. Edhe sa kohë ka mbetur Cerebrix? Shpërthimi mbas 15 sekondash.
Nxito Kubiks. 5, 4, shpërthimi pas 3 sekondash. Kubiks! Çfarë shpërthimi? Wow! Çfarë treqën është? Jo! I kjo ndej! Do na rrukullisësh! Largo nga makina! Jo, a I mund të shkoj t'i tregoj dikujt që jemi këtu, të lutem fluturo të kërkosh ndihmë. Mesazhi ndihmës u marr. Mesazhi ndihmës u marr. Mos lëviz! Falë Zotit mbaroj. Truzogu, ja dhe një arsye tjetër pse nuk më pëlqejnë robotët. Fillova të shqetësohesh, a vërtet. Nuk po arria ta gjej aty madh në asnjë vend. Don, të shikojmë nëse mund t'i telefonojmë Helës. Prit një sekond. Wow! Tani ndjehu mirë, po I telefonoj Helës. Është Abi. Përpiqu të afrosh me këmbë. Këtë po bëj. Prit, lëre se e marrun. Mos do të na vrasësh. Zëre se u bë telefonata. Po, më mirë mos të lëvizin fare. Zilja bie, po ajo nuk përgjigjet. Nuk e di nëse ka ndonjë mënyrë për të gjetur nga vjen sinjali. Cerebrix, ka ndonjë mënyrë për të gjetur vendodhjen e Helës? Gjornini kërkon një transmetues trekëndor, modeli standard për shprehikësët. Ti futemi punës. Connor, prit! Eja Kubiks! Era frynave I lidhja me 100 km/h, fuqia është 120 km/h. Nxitimi është Sprix! Kemi nevojë për ndihmën tënde. në shërbimin tuaj, zotri. Hela, Çfarë? të më falësh që të futa në gjithë nga të rres. Jo, nuk është fare jot. Gjithsesi më fal. Nuk ka problem. Shpresoj që ata të na gjejnë. Është mundësia jone vetme. E di, është pak për të qeshur. Ne po shkonim t'i shpëtonim, tani kemi nevojë për ndihmë. Lokalizimi I sinjalit u krye. Unë e di se ku është ky vend. Faleminderit. Shihemi më vonë Sprix. Shkojmë me një herë Kubiks. Ne kur fillojmë të zihemi nuk pushojmë më. Edhe unë me Timat ziheshim gjithmonë. Po, Connor dhe unë jemi dy kokëfort, kjo gjë është e sigurt. Tani më duket që sharake. Do doja që gjithë këtë ta ktheja mbrapsht, por nuk mundem. A do të më thuash nëse ke menduar ndonjëherë ti kërkosh të falur Connorit? Kubiksi po ecë me të vërtet me gjithë shpejtësinë. Unë shpresoja vetëm të mos isha shumë vonë. Mendoj se Connori do t'i bëjë qefi nëse do t'i kërkoja të falur. Po, ndoshta ke të drejtë. Sa do doja të flisja me babain tim. Do t'i kërkoja të falur. Vamos! Forza Kubiks! Shkojmë! Po vim, babi! Ti! Babi! Të kapa! Le të shkojmë Kubiks! Mirë jeni
që të gjithë? O, sa I lumtur jam që po ju shoh prap. Po, ishim të shqetësuar për ju. Babi! Connor! Faleminderit bir. Të lutem, babi. Kubiks! Me reshtruar, Kubiks! Faleminderit edhe ty, Kubiks. Sa bukur. A s'është bukur djema? Po! Babi, do doja të thoja që më vjen shumë keq për këtë që ndodhi. Dëgjoj, Connor, unë e di që ti ishe shumë I zëmëruar me mua, por nuk mund të largohesh në këtë mënyrë. Di, unë nuk e kisha menduar kur se ti do të shqetësohesh e kaq shumë, baba. Unë ndihem shumë keq. Po ti duhet... edhe mua më vjen keq bir. Faleminderit, babi. Mendoj se mund të thoni që jeta është si moti. Sigurisht, stuhitë e fuqishme mund të trondisin, por nëse ja del mban, parashikimet për të nesërmen do të tregojnë se ditët do jenë me diell. Kolosal, merru ma të rjedhin atje. Top, nga të rove vëndin. Pse po ndodhe gjithë kjo? Madje këtë javë nuk kam bërë asgjë të keqe. Rregulloja të rjedhjen.